A e ki betin fytyrë tokës dhe njeri që ja beson fen ati? A e ki dikën? Apo mendon që ti shkur Muhamedi alayhis salam kishte thonë ja Rasulullah po ndoka që edhe ti s'po më shumë sy. Se janë do njerëz që se thonë kështu. Ama 100% e ka këtë bindje që s'ka konë edhe Omeri bashkë ashtu që bëshë. Se më pas më shumë me shtakë dhe unë ja kisha kthy. Çështu ka njerëz që halo janë të bindur se Omeri ka bëu zullëm njerëzve. Vallai nuk po them që janë dikon larg, ato na shtazhinën edhe dikon nga neve. Apo që e kontestojnë çdo veprim dikujt. Nëse je i tillë ti nuk je për me jetu me njerëz, apo kupton? Ndërsa nëse je ai që do me marr fen çu ka urdhëruar Allah azza wa jall. Fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun. Pyeteni njerëz që din. Nuk ka pyetje tani bën çka dushti. Unë e marr mendimet tani unë vendosi. Jo pse ti je tani malem sekret tha. Apo a ki dikën nëse s'den ti vetëm i vlerëso. A ki dikën vëlla që e pyet të fytyrë tokës që i thon, vëlla bën be që kjo. Çu do shtuja? Hoj thuja, çka do shtuja? A bën që kjo? Thot, hesht. A mundesh me hesht? Ata që s'kan mujt me hesht, që të kanë bojt dru. Apo, hak është, kallëzëje së është, o kush jeti me kallëzohat hak? Ty Allah azza jall të ka përzgjedhur me kallëzu se kjo është e vërtetë dhe kjo është e pavërtetë, këtu ka zullëm dhe këtu s'ka zullëm. Ti ka nevojë shumë mja dëshmu Allah të zhvillë që e ki marrë vesh fen, edhe që e ki për ime, që pastaj me të ndëgju ty fjala, e jo me të marrë, veç me të ndëgju. E limo që ti, halo në vetën tonë nuk je stabil, apo kuptan, halo se din seriozitetin tonë, sa e ki me vetën tonë dhe me fetarin tonë, ta mirë heshtë, Allah, pështan, rrin raha.